Dhe kur jemi tek sprovat, krejt mendojnë se sprovat janë qëto dukurit negative, për shembull dohani, alkooli, droga, prostitucioni, trafikimi i qenjeve njerëzore, jedhja, kështu me radhë. Ama një pjesë e vogël e din se sprova është edhe pasunia kur ta jap Allahu te bareke ve teala. Dhe për pak minuta do të mundohemi me fol për sprovën e pasurisë. Në parim, në esencë, me të dhonë Zoti pasuri, dhe ti me e menaxhue, dhe ti me kanalizue pasunin, aty ku është Allahu i kënaqur, dhe ti me shfrytzu pasunin në halal, kjo është dhurat. Tu nuk ka sprovë tash. Pra të edhe Allahu Teala në kaptinën në surën El Kehf, që besimtarët me shumicë lexojnë ditën edhe natën e xumas, çka ka thonë? El malu wal banuna zinatul hayatit dunya, malli, pasuria, edhe evladët, fëmijët janë stolia e jetës së kësaj bote. Do të thonë jeshi i dhon jetës së kësaj bote. Kush? Pasuria edhe fëmijët. Po në të njëjtën kohë edhe pasuria edhe fëmijët janë sprovë nga një herë. Pra, kur pasuria, me kuptu ma qartë, kur pasuria është e jep Zoti, të afron tek Zoti, të bën ma të mirë, të bën ma të sinqert, të bën ma të devotshëm, të bën ma të dërdhënës, ma humanitar, ma solidar. Kjo është pasuri që ta ka dhënë Zoti dhe të ka begatu me ta. Kur pasunia bëhet shkak, të largon prej Zotit, të largon prej bamirësisë, të largon prej devotshmërisë, të largon prej njerëzve të mirë, edhe të çon në të kundërtën, në rrugën tjetër, atëherë kjo pasuri është çka? Është sprovë, Allahu na ruaj neve edhe juve prej saj. A jemi të sprovuar na me pasuni këtë popull? Po vallahi. Edhe ka gjatë shumë dile. Sa njerëz vëllazën pa pas pasuni i kemi pas në safat tonë. I kena pas safin e parë, safin e dytë. I kena pas në për ligjërata. I kena pas në për takime. Me që ato kushte që i kanë pas, 1 euro, 2 euro, 5 euro, janë konë human, janë konë solidar, kanë vizitu familjen, kanë vizitu farefisin, kanë vizitu fëqinit, kanë vizitu gjematin. Sot të vllazën vesh në media i shohën. Wallahi kanë kohë për gjithë shka. Po për halal nuk pa kanë kohë. Për në haram, po wallahi gjithë po një gjonë, kur fa problemis. Edhe e kanë mësu që shprehjen na njerëzit e biznesit, na njerëzit me angazhimet mëdhaja, na njerëzit e kemi jetën shumë dinamike, e na tjerë që s'pe kemi pozitat apo pasurit e tyne, e na se kemi jetën dinamika, as kemi dhe na angazhim, as kemi dhe na punë, thu që na jena pa të hargji. Kështu që ki parasysh, ato është ta ka vëllë Zoti, qoftë edhe një pagë mujore, po të afron tek Zoti, dije që të ka begatua, po të largon prej Zotit, dije që të ka sprovua Allahu te bareke ve taala. Dhe Allahu na ka dhënë shumë, si popull na ka nderuar shumë. Wallahi në vllazën, na dhon lindjen edhe prendimin, veriun edhe jugun. Nuk kanë vlerë tek Zoti çka ka vlerë që ky Islam edhe që ky iman që kemi në veten tonë. Nuk ka dhurat më të çmuar se sa imani edhe Islami. A nuk ka dhurat kështu e qartë me pa krit bota, në 4 anë të rrethu me kryq, e na këto me shumicë. Edhe ato vullnetarisht jemi deklaruar që jena musliman. Edhe e dini sa kam punuar, natën edhe ditën me ul për qindjen. Po nuk kanë mujt me largue dëshiren e Allahut te bareke ve teala. Ai po don me kona musliman. Çka ka problem këtu? Kjo është dhurata e parë vëllazë. Pastaj në rrafshin ekonomik, sinqerisht ju them, vizitoni Evropën, hipni atje natë te Finlanda, shënë poshtë deri në Greqi. Po vallahi me punu pak, e me pas luks shumë, e me shijue, e me u kënaqë, si të na nuk e dina i shtet në Evropë që është. Andaj të me falenderu Allahun te bareke ve taala. Nuk ka vëllazë kërkon, po flas për në Evropë se ka lindja ka. Nuk ka kështu restoranet plot, kafeterit plot. Ani me po me shku ndo kohë, s'po mundesh me gjetë vend hiç. Se jo ku ha kaftjallit,
jo koha e mesditës pushimin që pe kanë institucionet, jo koha e drekës, jo koha e mbrëmjes për kafe. Tash e ke po edhe gratë tash po na bojnë konkurrencë. Po shkon s'po mundesh me hi. Jam vonja 20 gjyshe, 15, po pin çaj, po pin kafe, u kënaqen edhe ato. Ça s'kan mujt me bu për 50 vjet tash pe bojnë në fleshni. Andaj vllazën, Allahu na ka tërhiq vërejtin. Ka thonë të keni parasysh. Innama amwalukum wa auladukum fitne. Pra, keni parasysh, pa fije dyshimi, vërtet, pasunia juaj edhe vlat tuaj janë sprov. Për ata, pasunia në radhë parë, pa edhe vlat, në radhë dytë janë bo shkak, janë bo sebeb, shumë njerëz që janë largu për rrugës Zotit. Qysh vllazën ka mundësi njëri me ju përkushtue ka 15 orë, 12 orë pasunist. Tanaj kthehet prej zyres, kthehet prej biznesit, kthehet prej punës tanaj në mënyrë elektronike. Flajnë në farmerka, flajnë trenerka, as pijamës ma kanë kome i vesh. As gojën s'kanë kome pastru e zënë gjumë që ashtu në salon, në kuzhinë, zotit në ku. Pse se pe përcjellë që shpo shkanë, sa hypi, sa ra, po e di, kur një temë se kumë përcjellë, bëdhe se pe që s'kryt të i kënusuar, po më zënë gjumë s'dja për i kry, halas për i kry, edhe po kryet muhabeti. Dhe Allahu po thotë, wallahu indahu ejrun adhim, po tek Allahu është shpërblimi i madh. Nuk ka shpërblimi i madh te pasunia, nuk ka shpërblimi i madh te vladët apo te të tjerët, por shpërblimi i madh është tek Allahu te bareke wa taala. Po ashtu i dashuri i Allahut, Muhammed alayhi salatu wassalam ka thonë: inna li kulli ummatin fitna wa fitnatu ummati al-mal. Çdo ummet, çdo popull i ka sprovat e veta. Dhe sprova e ummetit tim është malli, është pasuria. Pastaj të nderuar vëllezër, si të kish pasuri mos mendoj që kemi pas rrugë qelë tek Zoti. Shumë njerëz po mendojnë që si ti je i pasur ti, kanë me ta dhënë pozitën edhe respektin sikur këto se këto e ke pa. Në xhami kur po vinë sta milionera, po vinë, sidomos në Ramazan, e po më thonë do ka dalë te veshi. Hoj, a pe shef filoni çatje. Unë kam ka pak problem me sy, po mirë për dallaj ftyrat, elhamdulillah, veç me lexuam do të me syza. Edhe po thonë, çka ka lidhje? Bile tash njëri që ke kandidat për kryetar komunës erdh në Ramazan e njëri më prek e tha, apo shej, pas të xhamat është, çka më bëu atina? Çka më bëu? Falë çatje ku i, edhe pasonit, tek çiki pasonit këtu s'moj me citi mamën avlla. Për ata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë qumtu ala babil janna. Qëndrova të dera e xhenetit, fa kana alehim men dakhalaha al-masakin. Mfalni, fa kana amatu men dakhalaha al-masakin. Dhe i pash që shumica që hyshin aty, në xhenet kush ishin? Njerëzit miskin, që do të thonë as nevojat ditore s'më i plotësojnë këtë, se lemo nevojat javore, mujore, vjetore. Kështu që të vllazën ruani kësaj sprove dhe çka më bë? S'po thonë me hu pasunin, runa zot. Po thuj pasunis, onë ty të udhëheqi, ti mund të më udhëheq. Onë ty çej ku duhet, s'm çan ti më ku dush. Se disa po i merr pasunia për çan kofë trakis. E merr pasunia për çan çati më pushuar, më të pushuar, se janë lotë të punuar. Po shoh ka fush Kosova, po shoh ka Lipiani, ka Ferizoj, çikni ka po diva ashtu që s'kan boça se heq, alhamdulillah. Andaj pra, mos u bësh shërbëtor i pasunisë, po pasunia le të bëhet shërbëtore e jotja. Dhe lakmoni ata të cilët i ka bekatu Zoti me pasuninë, e pasunia i ka qit në tokë. I ka qit në tokë, s'kan fluturuar. Lakmoni ata që Zoti ka dhënë pasuni, e janë bë më të devotshëm, janë bë më të mirë, janë bë më të sinqertë, janë bë më bamirësa. Dhe mos i lakmoni ata që pasuria u ka humbë edhe dynjan, e kam ja humbë edhe ahiretin. Dhe mos e lakmoni vllazën, mos e lakmoni shumë. Bëhuni të pasur, po jo me tërë qenjen, me tërë zemrën me vëllon ka pasunia, se vallahi, kërejt me t'i dhon Zoti, prap ki me lakmun. Është në natyrën e njeriut me qenë lakmitar. Bile, të shku ka pleshnia, sa ma shumë që plakët, i shtohet dashni halal për 2 sen, plakët. Për shka? Për pasuni, edhe për shka? Për jetë gjatësi, me jetu ma gjatë. Edhe për shaf edhe ona, valla vetë për shaf. Që po kom qef, po thamajt edhe do vjetë, të mri penzionin, e të mas penzionin të këshyri, që po bëhet gjamije, që po bëhet familje, që po bëhet aneme, që po bëhet këtë populle, e ka dal dale, se natyra njeriut është me lakmu, mos lakmoni, se s'ki me ungo pas një herë,
Për ata pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë, "Law kana libni Adam wadiyani min al-mal labtagha thalitha." Sikur biri Adem, do të thonë këtë jemi bejta Ademit dhe Havës. Ti kish pas 2 lugina me pasuni, në disa transmetime 2 lugina me ari, labtagha thalitha, kish me lakmue kanë luginën e 3 me ari, luginën e 4, luginën e 5. Po këtë do në Zoti ki qef me shku në ha, ki qef me shku në Mars, ki qef me shku atje, s'nalen dëshirat e kërkesat. Andaj knashnu me ato që ja ka dhonë Allahu te bareke wa taala.